Përshëndetje hoxh, kur jem thot agjerueshëm, a mund të luajmë PUBG Mobile ose tjera lojëra që kanë përbërje me vrasje, ose të shikojmë thot TikTok? A prishet agjerimi, Zoti të ruajt? Përshëndetje, elus Allahun e lartësuar që t'ju ruaj, elus Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të arrijmë muajin e Ramazanit, të agjerojmë atë dhe të dalim prej muajit të Ramazanit me gjunahe të falura. Përsa i përket lojrave, pra nëse janë lojra të cilat nuk kanë gjë të ndaluar, pra është e lejuar të luash, po normal duhet të kesh parasysh që muaji i Ramazanit është muaji i garimit për punë të mira. Dhe besimtarja pra duhet mundohet që asnjë moment mos ta çojë dëm. Pra të përpiqet ta shfrytëzojnë maksimum namaz, lexim Kurani, vepra të mira, lutje, angazhim me gjëra të dobishme. Gjithsesi, lojrat pra nuk e prishin agjerimin. Çfarë do lloj lojre të jetë? Nuk e prish agjerimin. Por nëse është diçka pra e ndaluar, pakson shpërblimin. Dhe ne nuk duam që thjesht filani ka ndenjt pa ngrënë dhe pa pirë. Pra çfarë ka përfituar nga agjerimi ka ndenjt pa ngrënë dhe pa pirë. Jo, ne duam shpërblime. E përsa i përket me pa TikTok apo rrjetet tjera sociale, varet se çfarë sheh. Varet se çfarë shikon. Nëse ti shikon pra gjëra të dobishme, të cilat të ndihmojnë të të shtohet imani, të të shtohet besimi, atëherë inshallah shpërblehesh. E nëse shikon gjëra të ndaluara, atëherë pakson shpërblimin e agjerimit. Syno që agjerimi yt të jetë pra sa më i mirë, të jetë të ndikojë në shtimin e imanit tënd. Allahu na përmirësoft, amin.